Ja unë që flas, s'kam lidhje fare me atë pjesë, është skema gati për të rritë pensionet dhe për të vendosur ratë parë minimumin e tij. Me skemën e vjedhjes nuk dalin pensionet dhe bëj sikur di matematikë, se ne s'di matematikë, këta din. Këta din më, nuk ka mendimi njerëzor fillon dhe mbaron me këta. Bukuria njerëzore fillon dhe mbaron me këta. Filozofia politike fillon dhe mbaron me këta. Po mirë, mbajnë të kërdalla të rjetën. Edhe pse e shohin që këta po tallen, vazhdojnë s'ka tjerë. Populli çuditshëm vëlla. Ne adhurojmë dhe pushtuesit, po dhe pushtetarët. Dhe për të çuditë shqip, të dy e kanë thelbin e fjalës njëjtë. Pushtet. Pushtues, pushtet. Të huaj se kanë okupator, okupon. Edhe po ta greqizojnë pak, dalin që ato dy palët janë pushta. Kurse termi ministri latinisht është shërbëtor publik. Ku takon ministri më? E vë ministri 25 vjeç, i hyn vetë në qef, nuk del në rrugë në këmbë, se i ulet autoriteti, nuk del aty ke marketi lagjës të blej. Ministra apo ministria. A merr veshën? Ne dashurojmë ata që na shtypin, na shfrytëzojnë, i adhurojmë. Ky është problemi. Ky është problemi që kemi ne. Nuk shohim vërtetën sy, e nuk shohim që jemi të barabartë të gjithë para Zotit. Me më pyet çfarë je, rob i Zotit. Por çfarë ata? Kush i bëri këta? Kush e bëri këto 2 metroshin edhe këtë kreshnikun e madh të PD-s? Kush i bëri këta? Çfarë ata? A janë qenë të tjerë, nuk e qenë njerëzore ata? Kështu doli dhe Belia, qenie e madhe si këta, e ardhmja e këtyre liderëve kështu me përmasa mbi njerëzoren, po aty qau si fëmijë aty. Apo s'është e vërtetë kjo? Dhe përmasat e vërteta të burit shtetit, ka thënë Platoni, tregohen kur ai ushtron pushtet. Këta janë vemi. Ti beson, ti mund të jesh dhe pa përgjegjshëm. Ti beson, ata përfaqësues të interesave tua, ti beson, ata të shkërmoqin, derisa të ktheheni lypës për fatin tënd. Populli që lypi nuk meriton respekt. Edhe ne nuk meritojmë respektin e pushtetarëve tanë. Unë mendoj që ne kemi probleme me qasjen tonë. Kur të hapim sy, do shohim, ikën jeta në fund, ka parë njerëz si puna ime që tani është thyrë ajo. Nuk jemi në sunrise, jemi sunset. Është thyrë, ne jemi perëndim jetës. Po fjalët kemi më të sakta, përvoja jonë është më e saktë. Është guri çmuar, prandaj thon peqërojnë punën. Ore, po çfarë duruam ne? Na marrin jetën ta skërbi, po çfarë? Dhe është një motiv kjo urrëtie, po me bazë. Merr jetën time ti, merr fëmijëve të mi, se të do ty me nderja, po jo më të përballesh. Prandaj minimumit për krajm drejtësinë. Tjeta do ishte mirë të ishim quar, të ishim nxjerr zgupti nga zyrat, e të kishim këtyre popullit të zyra, aty oligarkëve t'ja kishim marrë të pasurinë kështu dhe kishim dhënë popullit tonë, e vendosim ligjet drejta, tregun e lirë, gjithë. Ne për të shkuar në një treg të lirë, edhe lirinë e fjalës, ikim nga i sistem. Po që ashtu ishim më mirë atëherë në atë kohë. Se të paktën atë sistem zbatoi ligji siç ishte. Tani s'ka ligj. Kemi ligje të shkruar, ato të këqija, ato që janë dedikuar me standarde, po jo më ka ligj, s'ka ligj. Flasim për meritokraci dhe pastaj vetëm servilet e këtyre na bëhen hajër. Këtu e mira buron nga lart, nga udhëheci, nga lideri. Ne pra duhet të jetërsohemi, të bëhemi të pirshtat e njëjtë të tjetrit, që ju zhduk dhe shumë gop duke e lëpir dynjaja këtyre, e marrë me vete, edhe ne kemi përfunduar pa dinjitet. Kjo është. Unë mendoj që jemi dhe ne fajtor. Njërë dyherë mund ta ketë fajin tjetri, po pastaj e dyta, si mos ndryshojmë ne? Shkojmë në zgjedhje, ram Berisha, s'ka tjerë. Çfarë po thot njëri, çfarë po thot tjetri? Ja merri dëgjoj. Duhet pimi ilaç, mos nxjerrim ushqimi që ham. Për të vjellë që mpami, le pastaj kur hapin gojën dhe flas.
më verem që kam realisht, po prapë kjo do të thotë se do të heqim dorë nga qëndrimet tona. Është fati jon. Po të ishte për punët e tyre, me sy se kisha pa. S'isha marrë kurrë me njerëz të vështirë. Po kjo përshirësi është e padurueshme pastaj dhe është kthyer në zgjedh, në qafat e zgjedh. Nisur nga raportimet në media, por edhe nga zëra autoritare në fushën e drejtësisë, flitet për një arrestim të mundshëm nga ana e SPAK-ut të djalit të ish kryeministrit Sali Berisha, Shkëlzem Berisha. Ju a besoni se do të ketë një goditje të SPAK-ut kundrejt Shkëlzem Berishës? Unë besoj do të ketë goditje të SPAK-ut kundër gjithë këtyre emrave që folet deri tani. Gjithë. Mos keni më rënë. Asa kur ç'është e kohë është, po do ketë patjetër. Ndryshe duhet filloj dajaku revolucionit. Edhe do ta bëjmë, se nuk mund të jenë këta që na vjedhin më të rrima se ne që vjedhemi. Këta janë më të revoltuar se ne që po rripemi për zgjalli. Kështu që mendoj që gjëja kryesore apo e vetmja që garanton çdo gjë tjetër lidhe me dinjitetin, lirinë, lumturinë e begatinë e shqiptarëve, kalon vetëm nëpërmjet një nukli, që është drejtësia. Kështu që familja Berisha ka merituar me kohë dhe jo vetëm ai, po edhe goca e Berishës të arrestohet, edhe gruaja e Berishës edhe Berisha. Të katërt kanë vjedh me të katra. Dhe vazhdojnë vjedhin bashkë me sulqarët e tyre që rrinë tek ajo rruga e tij, ku unë besoj që një pjesë e madhe pronave përkasin atij dhe njerëzit të atij. Kështu është. Mendoj që nuk janë shpallur më kot non grata. Ai rreth parë ka korruptuar familjen dhe kjo familje është bërë simbol i korrupsionit. Po ashtu dhe miqtë e tyre. Edhe çfarë ka zgjedhur në listat sigurt të partive, të dy partitë kryesore, i ke pothuaj pjesë e madhe për t'i arrestuar. Se janë futur listë sigurt për shpëtuar dhe për të motivuar nesër për të bërë reforma kundër SPAK-ut. Besoj se do e marrin përgjigje. Çfarë po ndodh me Ilir Metën, i cili pothuajse ka rënë në qetësi që pas vendimit të gjykatës së lartë, e cila rrëzoi rekursin e tij për lirimin nga burgu? Po, ka rënë s'quk kështu, domethënë. Ditë e parë nuk e pranonte, edhe ai si velie për formë tjetër. Ka luritur, 3-4 ditë ka luritur kështu. Nuk i flite me gojë, thonin edhe këta punojës të burgut. Ishin çuditshëm shumë. Ka rënë s'quk kështu, e këshilloi të sillet mirë aty, duhet ta pastrojë atë ambientin. Nuk ka më shërbëtor t'ia pastrojë. Ta pastrojë edhe qelin, edhe vetën gjithë. Kjo është këshilla ime që i japun dhe vërtet ta dëgjoj. Për tjetër ka kuptuar që është më serioze situata se sa mendon ai. E shoh të lirë minimumi mbas 10 vjetëve. Por na ka premtuar që 80 vjeç do bëhet president, kështu që me kismet dhe tjerë. E ka kuptuar që nuk shtyhet me tension të lartë burgu. Burgu do qetësi. Do stil të kalosh burgun. Besoj do këtë marrë në këshim nga nanu. Edhe nga Lefter Kokë.